Të nderuar shikues, përshëndetje, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Qeveria angazhohet për më shumë reforma të kujdesit për fëmijët. Kryeministri Rama premton shtimin në mësuesve special për fëmijët me aftësi të veçanta. Komisioni Jashtëm Parlamentar Evropian diskuton përgatitjet për zgjedhjet e 11 majit, vlerësohet progresi, tërhiqet vëmendja për tensionin politik. Kryeministri Edi Rama ka thënë se qeveria është angazhuar për më shumë reforma në funksion të kujdesit ndaj fëmijëve. Gjatë një konference rajonale, ai premtoi shtimin e mësuesve special për mira fëmijë me aftësi të veçanta. Ndërkohë, janë bërë gati klasat mësimore për fëmijët që ndodhen në spital. Në zhvillim të politikave sociale, mbajt sot në Tiranë konferenca rajonale për shpejtimi i reformave të kujdesit për fëmijët drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria ka bërë progres të dukshëm në kujdesin ndaj fëmijëve, ndërsa shtoi se synohet një përkujdesje e shtuar në buxhet dhe mësues për 16.000 personat me aftësi të veçanta. Një rritë mbështetës nga ana jone, e cila nuk është thjesht dhe vetëm financiare, por edhe institucionale. Dhe për këtë Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Arsimit janë duke punuar aktivisht që të rrisin numrin e mësuesve special. Ashtu si kundër dje ne kemi hapur një kapitull të ri në sistemin tonë të shërbimit shëndetësor me hapjen e klasave të para për fëmijët që janë të shtruar në spital, klasa mësimore dhe klasa arti, të cilat ju shërbejnë fëmijëve që të mos humbasin kontaktin me mësimin. Për ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzalo, procesi i anëtarësimit nuk do thotë vetëm miratim teknik i legjislacionit, por kërkon shndërrimin e të gjithë shoqërisë. E shikojmë garancinë për fëmijët si një nga programet më kyçe për të ofruar mbështetje për të rinjt, në mënyrë që fëmijët të kenë qasje efektive në shëndetësinë falas, në arsimin cilësor dhe të lirë, strehim me dinjitet, por edhe ushqimin e duhur. Po të vëmë në prioritet mirëqenien e fëmijëve, atëherë do të ketë zhvillim dhe ecurim më të madhe sociale. Nga këndvështrimi ekonomik, duhet kontribut edhe për integrimin e tyre në tregun e punës dhe në jetën shoqërore, që tranzicionin nga shkolla në puna të kalojë më lehtë dhe duke ju ofruar mundësi më të mira ekonomike. Konferenca u organizua me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga vendet e Ballkanit Perëndimor, si një platformë e rëndësishme për forcimin e politikave sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve në rajon. Parlamenti Evropian ka mbajtur një seancë dëgjimore për zgjedhjet me kërkesë së opozitës. Përfaqësuesit e Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike kanë ndarë qëndrime të kundërta për situatën parazgjedhore. Opozita ka pretenduar se procesi elektoral do të jetë më i keq se ai 4 viteve më parë dhe votat do të blihen nga krimi organizuar. Komiteti i Jashtëm i Parlamentit Evropian diskutoi për rreth një orë për procesin e përgatitjes së zgjedhjeve parlamentare të 11 majit dhe rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Shqipëria ka bërë progres të rëndësishëm dhe mbetet e përkushtuar në qëllimin e saj për të përmbyllur negociatat për anëtarësim në vitin 2027, por ka ende punë përpara, sidomos për sa i përket zbatimit të reformave që lidhen me kapitullin e themeloreve dhe shtetin ligjor. Ne gjithashtu vazhdojmë të shohim një polarizim të fortë në Shqipëri, që qartësisht nuk e ndihmon vendin. Sipas kërkesës së europarlamentarëve, partitë politike dërguan në Bruksel 2 përfaqësues nga shoqëria civile dhe bota akademike. Partia Socialiste Gledis Gjipalin dhe Partia Demokratike Arthan Hoxhën. Situata në Shqipëri tani që jemi në prag të zgjedhjeve parlamentare ka qenë në përgjithësi e qetë, ndryshe nga zgjedhjet e tjera ku ne kemi parë shumë kërcënime për bojkot apo ankesa për organizimin e zgjedhjeve. Majoranca po kërkon mandatin e 4 dhe po garon mbi premtimin për vazhdimin e reformave dhe bërjen gati të vendit për përfundimin e negociatave në vitin 2027. Opozita u dëhequr nga Partia Demokratike po garon me tezën e antikorrupsionit, një agjendë më populiste dhe ndikuar nga fushata e Trump, pasi kanë punësuar dhe strategji kryesor të fushatës së Trump.
Pritshmëritë e mia janë negative. Zgjedhjet e 2025-s do të jenë më keq se ato të 2021-shit. Kufit mes shtetit dhe partisë në pushtet janë zhdukur. Krimi i organizuar ka mbështetur në zgjedhjet e kaluara fitoren e PS-s. Sistemi i drejtësisë në zgjedhjet e kaluara ka dështuar të ndëshkojë krimin e organizuar dhe kjo do t'i inkurajojë që ata të vazhdojnë të bëjnë të njëjtën gjë. Diskutimet e europarlamentarëve reflektuan aleancat që dy partitë e mëdha kanë në Bruksel. Përfaqësuesit e Partisë Popullore Evropiane mbrojtën tezat e PD-s, ndërsa të majtët në Parlamentin Evropian interesat e Partisë Socialiste. Ne po flasim për një situatë shumë të polarizuar dhe po sjellim këtu këtë polarizim. Kjo nuk ndihmon marrëdhëniet e Parlamentit dhe Bashkimin Evropian me vendin, dhe unë do u bëj apel kolegëve, ju lutem frenohuni të mos përfshiheni në debate përpara zgjedhjeve. Ne duhet të diskutojmë dhe të vëzhgojmë fushatën elektorale dhe zgjedhjet nga afër, pasi ka pasur probleme në zgjedhjet e kaluara. Blerja e votës, manipulimi i listës së votuesve dhe abuzimi me burimet shtetërore nuk janë gjëra të reja për Partinë Socialiste në pushtet. Për një vend kandidat për në Bashkimin Evropian, nuk është kjo mënyra se si zhvillohen zgjedhjet. Seanca dëshimore për zgjedhjet e 11 majit kërkuan nga Partia Demokratike, e cila synon të sensibilizojë faktorin ndërkombëtar për procesin e zgjedhjeve parlamentare. Delegacioni i OSBE vizitoi prokurorinë e posaçme antikorrupsion, mësohet se prezenca e OSBE i dhuroi SPAK disa pajisje kompjuterike që do të përdoren nga task forca e posaçme për zgjedhjet e 11 majit në terren. Pajisjet 25 laptop, 25 printera, skanera dhe aksesorë që do të përdoren nga 13 grupet hetimore në terren, si dhe nga struktura qendrore në Tiranë. Synimi është parandalimi dhe hetimi i veprave penale që lidhen me keqpërdorimin e administratës publike dhe infrastrukturës shtetërore, si edhe me përfshirjen e grupeve kriminale në zgjedhje, njofton OSBE. Grupet në terren do të mbulojnë të 12 qarqet e Shqipërisë dhe do të përbëhen nga prokurorët e SPAK-ut, hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit, agent financiar dhe personel mbështetës. Kryetari i prezencës Michel Tarana dhe drejtuesi i SPAK Altin Dumani nënvizuan rëndësinë e mekanizmave të fortë institucional për mbrojtjen e proceseve zgjedhore dhe ruajtjen e votës gjatë zgjedhjeve të përgjithshme të 11 majit. Në datën 16 maj do të bëhen bashkë në zemër të Tiranës për samitin e Komunitetit Politik Evropian liderët e të gjithë kontinentit nga Londra në Kiev dhe nga Oslo në Ankara. Këtë e bëri të ditur kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale në kuadër të organizimit të këtij samiti të rëndësishëm. Qeveria ka miratuar një vendim duke përcaktuar pushim datat 15 dhe 16 maj për punonësit e administratës në Tiranë, Kamës, Vorë dhe Kruj. Përjashtim bëjmë vetëm forcat e armatosura, policia e shtetit, garda, zjarfikset dhe punonësit e sistemit shëndetësor. Takimet të këtij niveli organizohen për herë të parë në Tiranë, ndërsa pritet që samiti të marrë vëmendje maksimale të mediave më të rëndësishme në Europë. Lideri i opozitës Ali Berisha deklaroi se drejtori i përgjithshëm i policisë Ilir Proda është vënë në shërbim të krimit të organizuar. Kreu i Partisë Demokratike tha se pas 11 majit, nëse opozita merr pushtetin, do të zhbëjë vettingun e uniformave blu dhe do të luftojë bandat. Kryetari i Partisë Demokratike Ali Berisha akuzoi drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit Ilir Proda se bashkëpunon me bandat e krimit të organizuar. Gjatë prezantimit të programit opozitës për rendin dhe sigurinë në vend, Berisha deklaroi se figurat e krimit të organizuar vendosin se çfarë do të ndodhë me policinë e shtetit. Në krye të Policisë së Shtetit është një bashkëpunëtor i bandave, një i emëruar i tyre. Krimi urdhëron emërimin e drejtorëve, urdhëron shkarkimin e tyre. Krimi urdhëron emërimin e deputetëve. Por kryetari i PD-s sulmoi edhe drejtuesen e shërbimit informativ shtetëror për lidhje me Serbinë. E shkarkuar nga qeveria e vet për dyshime shumë serioze, bashkëpunime dhe të tjera. Vjen dhe merr me porosit Vučićit drejtimin e shërbimit informativ kombëtar. Berisha premtoi se pas 11 majit, nëse Partia Demokratike fiton zgjedhjet, prioriteti i saj do të jetë lufta ndaj bandave kriminale. Kudo që të jenë, edhe në shpellat më të larta të këtij planeti, do të gjenden dhe do sillen para drejtësisë, do marrin ndëshkimin që meritojnë. Zero tolerancë ndaj krimit të organizuar.
Sipas Berishës, bandat kriminale kanë arritur të ndikojnë edhe në procesin e vettingut të prokurorëve gjyqtarëve. Gjykatësit dhe prokurorët të cilët u kap u përballan dhëm për dhëm me krimin. U larguar nga detyra me vettimun gjuetin shtrigash. Ata janë sot jashtë institucioneve, si akmarrje për ta. Të gjitha këto marrin fund. Nga ana tjetër, Berisha premtoi rritje pagash për të gjithë punonjësit e policisë së shtetit nëse Partia Demokratike fiton në 11 maj. Prokuroria e Korçës ka përfunduar hetimet për vrasjen e 42 vjeçarit e Gliproga. Organi i akuzës ka dërguar për gjykim 4 persona të përfshirë në ngjarje. Autori i dyshuar, Denis Meçe, do të përballet me akuzën e vrasjes me dashje, ndërsa 3 persona të tjerë, Leonida Guçe, Voltan Shkullaku dhe Arjan Manellari, akuzohen për veprime që pengojnë zhvillimin e së vërtetës, si dhe për moskallëzim krimi. Ndërkohë, mësohet se prokuroria ka vendosur ndarjen e çështjes përsa i përket dyshimeve për shpërdorim detyre nga ana e punonjësve të policisë. Ngjarja që ndodhi në gusht të vitit të kaluar ka tronditur opinionin publik në Pogradec dhe jo vetëm, ku qytetarët protestuan dhe kërkuan zbardhjen e plotë të ngjarjes. Një grua ka mbetur e plagosur si pasojë të shtënave me armë në Fier. E plagosura është Suzana Mernica. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 14 në vendin e quajtur mbi kalimi Dermenasit. Suzana Mernica ka qenë duke udhëtuar me motor së bashku me djalin e saj në momentin që është shëlluar. Nga hetimet paraprake dyshohet se autorët janë Afrim Cimili, 66 vjeç, dhe Ali Cimili, 23 vjeç, babë e birë të cilët janë shpallur në kërkim. Policia ka ngritur menjëherë pika kontrolli në dalje hyrjet e qytetit të Fierit dhe në akset Fier-Vlorë dhe Fier-Lushnje me qëllim lokalizimin dhe kapjen e autorëve. 3.6 kg kanabis, një cilësie të lartë, është sekuestruar nga policia e Tiranës. Lënda narkotike me vlerë 50.000 euro ishte sjellë me post nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të shitej në kryeqytet. Një tjetër rast i dërgimit të lëndëve narkotike përmes postës është goditur nga Antidroga e Tiranës këtë të mërkur. Në kuadër të operacionit Destinacioni, Blut kanë arritur të sekuestrojnë 3.6 kg drogë të llojit kanabis, e cila ishte dërguar në Tiranë nga New Yorku. Në pranga ka përfunduar porositësi i lëndës narkotike 24 vjeçari Franci Vejzaj. Agjentët e antidrogës kanë arritur të zbulojnë edhe emrin e dërguesit të kanabisit, por pritet një bashkëpunim me policinë amerikane në lidhje me zbulimin dhe arrestimin e personave të tjerë të përfshirë. Kanabisi i sekuestruar ka një vlerë të lartë përqindje THC, duke bërë që vlera e saj në treg të jetë 50.000 euro, e përafërt me çmimin e kokainës. 24 vjeçari i arrestuar kishte bërë porosin për sende artistike në shtëpi, por realisht brenda pakos ishte fshehur lënda narkotike. Vejzaj rezultoni arrestuar edhe në vitin 2022 po për drogë. Ky është rasti i 8 brenda 2 viteve të fundit që Antidroga e Tiranës ka goditur rastet e dërgimit të lëndëve narkotike përmes postës. Këtu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.